Partia Demokratike Dega Shkodër dënon krimin mjedisor dhe ndërtimin abuziv që po ndodh në zonën e Baks-Rjollit, pjesë e njësisë administrative Velipoj dhe Bashkisë Shkodër. Ky krim vjen si pasojë e abuzimeve me zhvillimet ndërtimore dhe interesa të ngushta të aktorëve të përfshirë dhe të mbështetur nga pushteti. Hapësira e fshatit Baks-Rjoll u nxorr fillimisht nga zonat e peizazhit të mbrojtur Bun Velipoj në vitin 2019 me qëllim për të rënë prej më lehtë në kuadër të abuzimeve me ndërtimet dhe krimin mjedisor që po ndodh këto ditë. Në vitin 2024 po ashtu flasim për tentativën e dytë ligjore që shkon në drejtim të abuzimit me zonat në presion për zhvillimet ndërtimore, ku me amendimin e ligjit të planifikimit të territorit, Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujrave fiton të drejtën për të dhënë leje në zonat e mbrojtura. Një rast i cili lidhet edhe me rastin e ndërtimit në Baks-Rjoll. Ky është rasti konkret i cili vjen si pasojë e kapjes së pushtetit nga interesat ngushta të zhvillimit të territorit dhe në dëm kolosal mjedisor kundër çdo parimi të zhvillimit të qëndrueshëm dhe në kundërshti të plot me komunitetin. Kjo qeverisje sa herë tenton të zbatojë projekte dhe zhvillime propagandistike hyn në konflikt me komunitetin. Konflikt me banorët në Theth, konflikt me banorët në Rjoll, konflikt me bizneset në hyrjen e qytetit. Kjo qeverisje tenton ta përdorë popullatën si instrument për të mbajtur pushtetin, por nuk punon për komunitetin me qëllim rritjen e standardit jetesë dhe të mirëqenies. Nga ana tjetër, kemi një bashki e cila fshihet pas gishtit, e cila duhet të jetë mbrojtësia e interesave kryesore të bashkisë dhe e cila lën në mëshirë të fatit banorët e saj dhe nuk ka forcën të shprehë kundërshtim me projektin sepse funksionon si zgjatimi i pushtetit qendrës. Kjo bashki as nuk kryen detyrimin ligjor për marrjen e tarifës apo vjeljen e 3% të investimit për qëllime të strehimit social, në kuadër të ligjeve dhe të projekteve ndërtimore që ka dhe kompetencë ligjore. Si rezultat i kësaj, kemi një bashki e cila është e detyruar të heshtë për krimin mjedisor dhe një bashki të paaftë për të zbatuar instrumentat ligjor që i përkasin. Partia Demokratike do të qëndrojë gjithmonë në krah të komunitetit, në krah të zhvillimit të qëndrueshëm dhe në krah të interesit publik.